Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Për disa javësh, jemi ndalë tek një fjalë shumë e madhe e Hazreti Ibrahim ibn Edhemit, të cilin e pyetën se pse i lutemi Allahut Azza wa Jall dhe nuk na pranohet duaja. Dhe i Zotnia ju tha disa pika. Përmendëm në ligjëratat e kalume e para se ju e njihni Allahun, por nuk e kryeni hakun e tij, pra nuk e jepni hakun këtij besimi. Pastaj ju e lexoni Kur'anin, por nuk veproni sipas tij. Do të ndalemi sot tek një pikë që është shumë e rëndësishme në kontekstin e kësaj përgjigje të mrekullueshme të Zotnisë së tij, që ju thotë: "Za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatahu." Pra ju e pretenduat dashninë e pejgamberit tuaj, por e latë pas dore sunnetin e tij. E do të ndalemi pak saktu tek shpjegimi i sunnetit, edhe çfarë do të thotë me lanë mas dore sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka një libër shumë me vlerë në shpjegimin e termit sunnet edhe bidat, që është e kundërta, pra sunneti përballë bidati, që ka bë hoxha e jon dietari edhe drita e syve tanë, Shekh Bebi Sulejman Gavoqi Rahmet Past, Suneti dhe Bidati. Një libër që është botu në Shkodër hanë zaman, edhe që do ribotohet inshallah taala sërish nga Muftinia Shkodër, sepse është një libër shumë me vlerë edhe shpjegon atë që duhet në raport me Sunetin edhe Bidatin. Me pak fjalë, edhe për efekt të kohës, Suneti është rruga, e sunne është rruga. At-tariqa, Sunneti, tarikati, një kuptim janë, rrugë. Ndërsa në kuptimin fetar, ose terminologjik, sunneti është ajo që pejgamberi e ka thënë, ajo që pejgamberi alayhis salam e ka bë, ajo që pejgamberi alayhis salam e ka urdhnu, ajo që është bërë në prani të pejgamberit alayhis salam dhe ka hesht, pra e ka pranu, edhe në vazhdën e këtyre mund të flasim pafundësisht. Për me e konkretizu me një shembull, të cilin ju ndoshta edhe e dini shumë mirë, edhe mund ta keni një gjuhë më përpara, por gjithsesi përsëritja na bën dobi të gjithëve. 3 djemë të ri, në kohën e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, diskutuan për adhurimin. Se si me ken besimtar, si me ken adhurues, si me e rrit adhurimin, si me u afru për herë më shumë Allahun Azza wa Jall, si mu nalsu me vepra të mira e kështu me radhë. Edhe thanë, shembulli kryesor është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do thanë, po ku me emrit në pejgamberin alayhi salatu wasalam? E pejgamberi është i pakapshëm. Ne do të bëj diçka që edhe më ran sy pejgamberit, edhe me e kënaq zotnin e tij. Edhe vendosen kështu. Njëri tha, unë nga sot nuk do të flej më as një moment natën. Pra do ta kaloj krejt natën në adhurim. Namaz, lexim Kur'anit, lutje, sejdë, tesbih, thuaj kështu pafund. Tjetri tha, ndërsa unë mendim të Allahut Azza wa Jall, qysh nesër nuk do të prishi më asnjë ditë. Pra krejt minushëm. Pra agjërim nafile, edhe kur vjen Ramazani është obligativ, edhe krejt jeta agjërushëm. I treti tha, ndërsa unë nuk do të martohem kurrë. Dhe me thanë, mu marrë me grua, me fëmijë, me familje, me nuk do martohem. Dhe e njehen këtë si diçka shumë të madhe, dhe si një adhurim të pashemullt. Kur e mori vesh pejgamberi alayhi salatu wasalam veprimin e tyre, u zemru, edhe i mlodhi njerëzit dhe hypi në mimber. Edhe tha, disa njerëz thonë kështu, edhe përmendi rastin e tyre. Jo me thanë filani, se nuk është qëllimi me etiketu tjetrin me gisht edhe me turpnu për atjerve. Qëllimi është me tregu atë që duhet, edhe me e këshillu edhe nëpërmjet kësaj forme. Tamam? Tha, dikush thot kështu, dikush thot kështu, dikush thot kështu. Ndërsa kush pejgamberi alayhis salam pika referimit. Shembulli, ndërsa edhe flej natën, edhe zgjohem për t'u falë. Tamam. Edhe agjëroj,
edhe nuk agjeroj, pra jashtë Ramazanit. Sa edhe martohem, e burë grujet, krejnë familje, kjo është thelbësore në islam, nuk ka murgëri në islam. Sa një fjalë shumë të madhe, fëmën raghiba an sunneti, falejse minni. Ai që devion nga suneti im, pra nga rruga ime, ai nuk është prej meje. Edhe thanë, urdhoni, bani që të doni. Topi është në fushën tuaj. Po lexoja në marrëdhëniet e njerëzve me fen, edhe se si e reflektojnë atë në përditshmërinë e tyre, në një këshill shumë të vyer të Sheikh Muhammad Ghazaliut, rahmet past, tek El Hakul Murr, e vërteta hidhur. Edhe në fakt ka një titull shumë interesant, është një këshill për krejt thirrësit islam. Do të thonë një këshill për hoxhallarët, myftilerët, imamllarët, thirrësit, krejt. Do thotë në zyrën time erdhi një vajzë e re, e cila për hir të vërtetës kishte një veshje jo të zakonshme. Pra jo atë veshjen normale të vajzës muslimane. Mirë po thotë, sikur të mos ishte me një pamje të dikujt që ka hall, edhe ka nevojë, nuk do ta kisha pranuar në zyre. I thash, urdhno më bi, çka ke nevojë? Më tha, ajo kishte një kohë që studionte në Francë, në Paris. Edhe po më tregonte për dilemat e saj në lidhje me besimin, me jetën, edhe unë nisa ta këshilloj. Edhe ti flas me urtësi, me largpamësi patjetër. Edhe ajo në përfundim të këtij mexhlisi u qetësu, u rahatu dhe tha, a më jep leje që më ardh sërish edhe me drejtu disa pyetje të tjera? I thash patjetër. Edhe doli. Pas pak hyri një djalë i ri, që në pamjet e parë kishte një veshje shumë serioze dhe duke sikur është një fetar, me pak mjekër, me pamjen e një djalit të ri fetar. Edhe me një herë mu gërmush dhe më tha, qa donte kjo e devijuara edhe shtuara këtu në zyrën tane? Qa donte kjo e devijuara edhe shturuna në zyrën tane? A i thepër me vu hijabin? Edhe filloj të me flise si kur të ishte a i mësuesi im edhe unë nxënësi i tij. I thash, ajo ishte një vajzë e cila kishte nevojë për këshilla edhe e këshillova dhe inshallah taala Allahu e udhëzoft edhe e drejtoft nga e mira. A i thepër me vendos hijabin? I thash jo, sepse ka disa gjëra më parsore se sa hijabi. Është shumë e rëndësishme në fillim me fol për besimin, e me fol për dashninë e Allahut, e me fol për çështjet thelbësore, pastaj vjen hijabi. Sa patjetër do të flasësh për hijabin, se pa hijab nuk ka vlerë, po hijabi e hijabi. I thash i dashur, unë nuk e kapi fen për bishti sikurse bani ju. Por unë nguli themelet dhe pastaj filloj të ndërtoj godinën prej themeleve dhe pastaj më rrit tek çatia. Edhe tha një fjalë shumë të madhe, që thotë, kjo është një këshill për të gjithë imamët, edhe hoxhallarët në veçanti që ju lutem keni kujdes për njerëzit, hapni zemrën tuaj njerëzve. Mos u bani gjyqtar. Mos u bani kasap. Banu shërues. Ju jeni si një spital ku vjen dikush që ka nevojë, dhe ai që ka nevojë, ndoshta don një aspirin të vogël, a do një injeksion të thjeshtë, a do diçka që ti e ke në dorë, ai nuk e din. Edhe ndoshta me diçka të vogël ti ja fiton zemrën atij. E nëse ti je pret atë kështu, kush je ti i shturur, i devijuar etj etj, e ku shkojmë ne kështu? Kjo nuk është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo nuk është rruga e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Undala dhe grumbullova disa hadithet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam me i paraqit në këtë kontekst. Edhe me thanë që ne të dashurit e mi, është shumë e rëndësishme që, siç thotë edhe Sheikh Ghazaliu, mos me e kap fen për bishtit. Edhe pse kjo është një metaforë, ndoshta edhe du për me e thanë edhe nuk du për me e thanë. Apo të me kenë shumë kujdesshëm. Edhe mos me ungut në fe, sepse ngutja nuk është prej fesë tonë. Përkundërzi, kjo është fe e mëshirës, është fe e dijes, është fe e mendjes, është fe e logjikës, është fe e horizonteve. Këtu nuk ka vend për arrogancën, as për ignorancën, as për
zemër ngushtsinë, as për mendjen që shumëzohet me zero. Jo, ka vend për gjithë. A nuk e keni pa në sa vende, ose në sa ligjërata e lexime, që erdhi një nomad edhe urinoi në xhamit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. A pranoni ju një gjë të tillë? Asnjëri se pranon. Edhe ashtu sikurse ju, edhe unë bashkë me ju, u ngritën sahabët, ç'është më kështu atin? I tha pejgamberi, lene, mos ja ndërpritni atë që po ban. I tha dikujt marr një kopë ujë dhe hidhni aty dhe pastron atë. E zgjedh që i ka ba. I tha, o vlla arab, këto xhami nuk janë ba për këtë punë. Këto janë për dhikr, për Kur'an, për... Tamam, ja fitoj zemrën atij. Ja fitoj zemrën. A nuk e shohim pejgamberin alayhi salatu wasalam deri me njerëz, domethënë që mund të jenë gjunahçarë dhe janë njerëz që kanë probleme, që sillet me butësi, që sillet me largpamësi, pse se don me ia fitu zemrën. Edhe don me na mësu që sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam është me usjell me tjetrin ashtu si do të dëshiroje me usjell ai me ty. Pra vendose veten tënde në pozitën e një njeriu të shturur, e devijuar. Vendose veten tënde në pozitën e një njeriu që konsumon alkoolin, që nuk e fal namazin, që ka probleme me këtë dhe me atë prej veseve. A do të dëshiroje ti në pozitën e tij me ardh tek xhamia, me kërku ndihmë dhe me të pati kush shtremtë me mbyll derën në fytyrë, dhe del jashtë se ti nuk je i denj për këtë vend? Jo. Absolutisht jo. Se ti ke ardh edhe kërkon ndihmë. Po nëse dikush vjen dhe na kërkon ndihmë, ose ne e kuptojmë se ka nevojë për ndihmë, ore hapja zemrën. Hapja zemrën. Po sa raste ka në realitetet tona të përditshme, me njerëz prej të afërmve tanë, farefisit tonë, shoqënisë tonë, që nuk janë në këtë rrugë që jemi, elhamdulillahi rabbil alamin, që jemi, nuk janë në këtë rrugë. Ore ka nevojë për dashnin tonë, për mirëkuptimin tonë, për tolerancën tonë, ka nevojë me i marrë me të mirë, jo me ja mbyll derën në emër të sunetit, e jo me ja mbyll derën në emër të fesë, në emër të Allahut, në emër të Kur'anit. Ai që e ban këtë vërteton atë që i thot Sheikh Muhammad Ghazali atij djalit të ri, që ju e keni kap fen për bishtit. Se ne kemi nevojë me ngul themelet fillimisht, pastaj me fillu gradualisht me urrit, nuk i themi një personi që ditën e parë hajde dhe fal namazin. Çfarë është namaz? As fëmis nuk ja themi hajde dhe fal namazin ashtu. Lëvizje pa kuptim. Ço me ninu me majtë Ramazanin. Ço me bakte, por nuk ka ky suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam. I cili urdhon dhe thot: "Khiyaru ummati man da'a ila Allah." Ma të mirë të ummetit tim janë ata që thrasin drejt Allahut dhe e bajnë Allahun të dashur për robët e tij. Pra, që me butësinë e tyre, me zemërgjancinë e tyre, me durimin e tyre, me amelësi ju flasin njerëz për Allahun. I keni pasë sa bukur ata që reklamojnë, qoftë edhe një gotë ujit, i keni pasë sa lodhen për me bërë një reklam, që ti me e ble atë. Që në fund të fundit, janë edhe pati, nuk pahet nami. A di se kemi nevojë me mësu ne për aty në paksa në marrëdhënie me mënyrën se si i ftojmë të tjerët drejt fesë tonë, jo me fytyrë të mrolun, jo me fjalë të rana, jo me fjalë të egra, jo me ashpërsi, sepse ti to e ftu drejt xhenneteve, je to e ftu drejt dashnisë Allahut azza wa jall, je to e ftu drejt traditave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk mund të jetë ftesa drejt këtyre që përmenda me fytyrë të mrolun, e me ashpërsi, e me mendje ngushtësi, e me zemër të mbyllur. Përkundrazi, thot alayhi salatu wasalam, dhe kjo është sunet e pejgamberit ton: "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Domethënë më të mirët ndër ju janë më të moralshmit, ata që sillen më së miri në mesin e njerëzve. A është apo nuk është sunet ky hoxhi dashon? Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami, më të mirët ndër ju para islamit janë më të mirët ndër ju edhe në islam idha faqihu. Pra nëse e kuptojnë drejt islamin. Vjen disa dhe thonë kam hyrë në islam.
Allahu ta pranoft. Çfarë punon? Kam hek dorë nga puna. Pse? Ndoshta ka qenë inxhinier, ka qenë doktor, ka qenë njeri i aft, po më kanë thënë se nuk bën, po më kanë thënë se është haram, po më kanë thënë se është bidat, po më kanë thënë, po kush ta ka thënë? Kush ta ka thënë? Ty të ka ftu Zoti me kënë dikushi në një fushë të caktuar të jetës, dhe ki kënë pagan, idhujtar, ku diun, i pa fe, ateist, etj. Tash i ki hyrë në Islam, vazhdo dhe bën atë punë vëlla. Allahume veç nëse është në një prej harameve të pa diskutueshme e kështu me radhë. Ma i miri jashtë Islamit është dhe ma i miri ndër ne kur ka hyrë në Islam nëse e kupton drejt fen. A nuk është ky suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam? Khiyarukum ahsanukum qada'an lid-dain. Ma të mirët ndër ju janë ata që ma së miri e kryejnë borxhin, e shlyejnë borxhin. A nuk është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam që kur e merr borxhin me e shly në kohë edhe si duhet? Të ka njerëz që e mohojnë borxhin fare. Po nuk mundem me e shly në kohë, po kam fytyrë me i thënë atij që e ka marrë jep kohë dhe pa ose ma shtyj ose ama me e mohu, me ba dredha, kam edhe nuk e jep atij që janë të tijat. Unë po i them këto hadithe dhe i kam grumbulluar sepse këto janë problematika që ne i hasim çdo ditë. Unë me shokët e mi i hasim çdo ditë, hoç këtë këshirasesh. Por ta përfundoj. Khairukum li ahlihi. Ma i miri ndër ju është ma i miri ndër ju me familjen e tij. E musliman edhe arrogant në familje, musliman edhe nuk din mos sjell me gruan e tij dhe fëmijët e tij. Suneti i pejgamberit, ç'është ky sunet? Ky është suneti i shejtanit. Jo i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me kanë arrogant në familje, me kanë abuzues në emër të fesë me familjen, parazit pa punë, fjalëran. Khairukum, ma i miri ndër ju, është ma i miri me familjen e tij. Thotë khiyarukum li nisaihim. Ma të mirët ndër ju janë ma të mirët ndër ju me gratë e tyre. Është i vetëm marrëdhënia burr-gru. Është shumë e rëndësishme. Është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam që burri me u kujdes për gruan e tij dhe për fëmijët e tij dhe me i gëzu ata të dashurit e mi. Madje kam gjetur një fjalë shumë interesante të Imam Hasan Basriu që thotë as banorët e qiellit, as ata të tokës nuk e dinë masën e shpërblimit me të cilën mas Allah azza wa jall shpërblim atë që gëzon familjen dhe fëmijët e tij. E merre për gruan edhe fëmijët të delin një ekskursion, shkoni pini një kafe, delin një, merri makinë, shkoni dikun, buz ujit, detra kemi, elhamdulillah, vendin e pafund, nuk ka bota që kemi ne. Po shu i izolum, khair për inshallah dhe suneti pejgamberit. Cili sunet për është ky? Lexoni, pyetni. Jo me ngushtu fen, jo me e prezantu fen në një mënyrë të dhunshme dhe me e prezantu siç nuk është. Edhe me pretendu se ky është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, kujtoni ata 3 djem të ri. Ky është suneti aty në 3 djemve të ri, jo suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Ma të mirët e njerëzve janë ma të dobishmit për njerëzit. Tash kur thotë për njerëzit kret, musliman jo musliman, sepse ti e ke në genet tuaja si musliman me ba mirë. Ti nuk je paragjykues. Ti nuk je sektar. Ti nuk je racist. Ti nuk je abuzues në emër të fesë e me fen. Ti e bën të mirën për Allahun dhe i konsideron të gjithë ata të cilëve ti ju shërben si krijesat e tij. Marrëdhënia është me Allahun, jo me mua. Këto janë sunetet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa sa të tjera se koha nuk premton edhe ne mund të zgjatemi dhe mund të zgjerohemi në këtë pikë pafundësisht. Për të dashur të shtrajt, i lutemi Allahut azza wa jall me na bë për atyre që kuptojnë edhe nuk nxitohen në fe. Nuk nxitohen në leximin e teksteve. Marr fry, me u qetësu, me marr shënime, mos me ungut, mos e paragjyku, mos e bë hapa falso, sepse e kemi krejt mundësinë me e shiju atë që mësojmë nga feja e jon, edhe e kemi krejt mundësinë me shku pas gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo pas asaj që ne mendojmë se është e drejta, në fakt nuk është e tillë. Allah azza wa jalla na udhëzoj drejt më të mirës dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj, walhamdulillahi rabbil alamin.